djalë i ri, simpatik, me humor. E la shumë mirë lart, zbrita poshtë në urgjencë dhe për një hipje të shkallëve më vrapun, unë e gjeta të vdekur. I bën elektroshok, sigurisht ai ishte një smur organik, nuk pak përmirësim mund ta kesh, është efekti placebo i çdo veprimi që ti bën. Ai përfundoi keq, ai përfundoi brenda javës me humbi jetën. Një vajzë e re që përfundoi shumë shpejt në karrocë me rrota në atë kohë, ishte pak a shumë moshatare me mua, s'kisha bërë 30 vjeç. Dhe mbaj mend dashurinë që kishte i fejuari për të. S'kam për të harruar, thanë njerëzore. Dhe ajo nuk pranoi të martohet. Ai krijoi familjen e vet me këmbgulin e kësaj. Dhe sa herë është në spital, ai ishte te koka duke bërë shërb. Domethënë, jo, nuk vlerësohet. Shumë më tepër të vlerëson pacienti, dhe njeriu thjesht, por shumë më tepër, e ta di për nder një jetë, se sa strukturat që duhet të të vlerësojnë. Tesin bashkë me të tjerët. I vetëm nuk shkon dot shumë përpara. Kur je me grup, shkon më përpara. Pra, pak me durim, pak me përkushtim, me punë pa tjetër shumë, edhe pa mohuar të tjerët.